Pas dorës së shiu, rrugët e Lezhës janë përballur me përmbytje vazhdueshme për shkak të depërtimit të përrejnëve të lagjes së spitalit në pjesën e poshtme, bllokimeve në kanale dhe kapacitetit të vogël të tyre. Për të zgjidhur këtë problematikë, Bashkia e Lezhës ka nisur ndërhyrjet për sistemimin e rrjetkullues, paralelisht me përmirësimin e kanalizimit të ujit të zeza, punimet të shtrirën dhe në infrastrukturën rrugore, duke garantuar jo vetëm eliminimin e përmbytjeve, por dhe përmirësimin e standardeve të gjithë qytetit. Kryebashkiaku Pier Indreu deklaroi se investimi i nisur do të ketë ndikim të menjëhershëm, sidomos në sezonin veror që vjen, për të zgjeruar më pas në çdo lagje të qytetit. Lagja e spitalit merr një nga investimet më të rëndësishme, më të shumë pritura prej kohësh i lënë masdore, me disiplinën e urave të zeza dhe urave të bardha. Ka vujt kjo lagje për të dyja dhe ka qenë një lagje që ka marrë gjithmonë pasoja në rastet e përmbytjeve, në rastet e problematika me urat të zeza. Tashmë disiplinohet dhe ne hym pastaj me gjithë infrastrukturën e lagjes rrugore, ndriçim trotuar ku mundemi deri në sipër në Kala. Kështu që merr fund një histori tmerri me këtë punë e cila nuk do të ndalet. Pra, ndërkohë që ne vazhdojmë me këtë, ne kemi hap dhe prokurimin për 43 rrugë në qytet, në të gjitha lagjet e qytetit, edhe në ato ku KFV-ja nuk ndërhyjnë, ne do të ndërhyjmë të rikuperojmë një qytet i cili tashmë nuk mund të jetë një qytet i harrum, i braktisur, nuk mund të ketë lagje problematike për sa i përket infrastrukturës. Kjo është detyra jonë dhe këtë detyrë mendoj se po e kryejmë. Investimi financuar nga Banka Gjermane KFV dhe parashikon ndërhyrje thelbësore që do garantojë një infrastrukturë më funksionale dhe rezistente për banorët e Lezhës.